On this day. Më 17 nëntor të vitit 1749 lindi Nicolas Appert, zbuluesi francez i ushqimit të konservuar. Në vitin 1755 lindi Luigi XVIII, mbreti francez i njohur me pseudonimin i Dëshiruari, kaloi mbi 20 vjet në internim gjatë revolucionit francez. Në vitin 1790 lindi August Ferdinand Mobius, matematician i njohur gjerman, parashtroi në mënyrë të thjeshtëzuar matematikore mekanikën qellore. Në vitin 1917 lindi Indira Gandhi, politikane indiane e njohur edhe për motivimin e turmave. Në vitin 1925 lindi një ndër aktorët më të famshëm, Rock Hudson. Në vitin 1942 lindi në New York regjizori Martin Scorsese, një nga figurat më me ndikim në historinë e Hollywoodit. Në vitin 1944 lindi Danny DeVito, aktor amerikan me origjinë italiane. Në vitin 1966, aktoria Sophie Morceau ka sot ditën e lindjes. Në vitin 1973 lindi futbollisti Bernd Schneider, ish mes fushore i kombëtares gjermane. Në vitin 1978, Rachel McAdams, aktoria famshme e Hollywoodit, ka ditën e lindjes. On this day.